Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, Allahun e falenderojmë, atë e madhërojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun e falenderojmë për begatitë e tij të shumta dhe të panumërta, me të cilat Allahu Dhul Xhelal vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Allahun e falenderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falenderohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton adhurim me të drejtë veç Allahu Dhul Xhelal, i cili është një, parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vullosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pas një kohë të gjatë, parafasisht të 11 muajve, na mundsoi Allahu Dhul Xhelal me ndihmën dhe përkrahjen e tij, që përsëri takohemi me ju të nderuar vëllezër xhamati të kësaj xhamie, të këtij qyteti, në këtë ditë të madhe, ditë të xumaje, për të folur mbi disa mësime dhe mbi disa çështje që kanë të bëjnë me fenë tonë, fenë islame. Ne, si musliman shqiptar, sot vazhdimisht ballafaqohemi me sfida dhe peripeci të natyrave të ndryshme. Mes tjerave, ballafaqohemi me presione dhe trysni dhe fabrikime mediatike në lidhje me islamin dhe muslimanët në mesin e popullit tonë shqiptar. Kretë kjo si tentativë dhe orvatje për të tregu mangësit apo dëmet që mund t'i sjellë feja islame popullit shqiptar. Edhe pse faktet historike dhe faktet nga realiteti i përditshëm i jetës sonë tregon se prania e fesë islame është një vlerë e madhe, është një dhunti e madhe, është një begati të cilën Allahu Dhul Xhelal ja ka dhënë këtij popullit. Andaj, sikur se thoj ke fajkonisa, shqiptarët pa islam ndoshta do të ishin në numër më të madh, por ata nuk do të ishin shqiptar. Edhe vlerat e islamit në mesin e popullit tonë shqiptar shpesh herë kanë mbetur të pazbuluara për shkak të ndikimeve negative që bëjnë fushatat mediatike në lidhje me islamin dhe muslimanët. Dhe për këtë shkak zgjodha që para jush të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra, paraqes disa çështje që paraqesin vlerat e mirëfillta të fesë islame, që paraqesin mirësitë e kësaj feje të madhe fesë islame, që në muhabetet dhe bisedat e lira që i bëjmë me muslimanët e tjerë, po edhe me popullin tonë përgjithësi, ata që e njohin dhe ata që nuk e njohin islamin, t'u shpalosim këto vlera dhe këto mirësi që pastaj të kemi informatat të sakta dhe duhura në lidhje me këtë çështje. Jam i vetëdijshëm se koha që kemi në disponim nuk do të na mjafton për të shpalosur të gjitha vlerat dhe mirësi që ka kjo fe e madhe, e shpallur nga Allahu fuqiplot, pejgamberit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por do të mjafton t'i përmendim ata me një shpejtësi të rufeshme, që t'jetë si një xhizë ndriçuese për ne besimtarët që pastaj të lexojmë dhe shfletojmë dhe të mendojmë dhe të analizojmë rreth tyre dhe të na ndihmojnë ato dhe të jenë argumenti jonë në debatet dhe muhabetet që i bëjmë me të tjerët. Kjo fe, të cilën e ka shpall Allahu Dhul Xhelal para se të përfundon jeta e pejgamberit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu fuqiplot tregoi se është e plot dhe është e përsosur. Nuk la në te zbrastira dhe nuk la në te hapësirë dhe mundësi për të bënë ndryshime dhe shtesa, për të abrogu nene dhe për të shtu nene. Andaj i shpalli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot u plotësova fen
dhe u përsosa begatin dhe jam i kënaqur që Islami të jetë fe e juaja. Kjo fe na erdhi e plot dhe e përsosur, dhe këtë gjë dietarët tonë, ulemat shqiptar, nga koha e para komunizmit, kanë dhënë një kontribut gjigant dhe madhështor për t'ia sqaruar popullit tonë dhe kanë lënë pas vete një thesar të çmueshëm të librave, shkrimeve dhe traktateve që njësër e tyre ka humb edhe një pakicë ka mbet. Andaj, ku lexojmë dhe shfletojmë historinë e popullit tonë shqiptar, e shohim se ulemat kanë arrit grada të larta të diturisë dhe ata janë munduar dhe kanë kontribuar një kontribut gjigant dhe madhështor për t'ia sqaruar vlerat e kësaj feje islame të plot. Andaj, pasi që kjo fe është e plot, na duhet shohim se cilët janë mirësitë dhe vlerat që na i sjell për të bërë besimtar të vërtet, të bindur në këto mësime dhe duke pas argumente bindëse në lidhje me atë që e besojmë dhe atë që e flasim. Parimi i parë ose vlera e parë e kësaj feje është vlera e monoteizmit, besimit në Allahun Dhul Xhelal dhe çlirimi i njeriut nga adhurimet e çdo krijese në adhurimin e Allahut Zotit të gjitha krijesave. Kjo është veçori të cilin ndaluni dhe logjikoni, ndaluni dhe analizoni a mund të gjeni ndokun tjetër përveç se në fenë islame. Njerëzit sot janë viktima e adhurimit të gurëve, viktima e adhurimit të drujnjve, viktima e adhurimit të njerëzve, viktim e adhurimit të yjeve, viktim e adhurimit të epsheve të tyre. Na jemi dëshmitar se sa poshtë mund vjen degenerimi i njeriut, sa poshtë mund vjen njeriu, sa që ta promovon si vlerë, deformimet dhe degenerimet morale, sikur se ishmi dëshmitar në ditën e djeshme në këtë vend dhe vendet të ndryshme të botës. Do thot, njeriu kur largohet nga besimi në krijuesin e tij, krijuesin e qiejve dhe tokës, bie në gradat më të ulta se kafsha madje. Andaj Allahu Dhul Xhelal për një kategori të njerëzve që kanë sy dhe nuk shohin, që kanë vesh dhe nuk dëgjojnë, që kanë mendje dhe zemër dhe nuk logjikojnë, thot hum kel en'am bel hum adall, ata në dhënien pas pasioneve të tyre, epsheve të tyre u ngjajnë kafshë, madje janë më të ulët se ata. Dhe kjo është e vërtetë, se në këtë çështje të degenerimit moral që mundohet na imponojnë si vlerë, edhe kafshët janë të mbrojtura për atij devijimi. Dhe nuk ndodh që në sojën e tyre apo llojin e tyre të ketë kësi lloj degenerimi dhe deformimi. Mirë po, dikush i cili është largu nga mësimet e krijuesit qiejve dhe tokës dhe krijuesit të njeriut, dhe i cili e ka krijuar njeriun dhe i ka mundsuar atij qiellin dhe tokën të kënaqet në të, ata shkojnë dhe i braktisin këto mësime dhe largohen prej tyre dhe fundojnë në devijime ekstreme të cilat pastaj mundohen të na i shesin si vlera dhe të na i shesin si liri dhe qëndrime personale dhe individuale. Andaj, çlirimi i njeriut nga adhurimi i epsheve, i njerëzve, i krijesave në adhurimin e Allahut, padyshim se është vlera e parë dhe vlera kryesore që dallohet kjo fe. Ndaluni dhe logjikoni se si njerëzit magjistarët e ndryshëm i magjepsojnë mendjet dhe jetën e njerëzve dhe i marrin në kontroll shpirtin dhe jetët e tyre dhe manipulojnë në formën më të keqe me ta. Në Islam nuk ka, madje edhe hoxha, edhe imami, edhe alimi dhe dietari nuk mund të jenë ndërmjetësues mes muslimanit dhe krijuesit të vet Allahu Dhul Xhelal. Nuk mund të lunë rol ndërmjetësuesi. Tek ne nuk ka dhoma shfaqësimi, te ne nuk ka ndërmjetësim për t'ia falë dikujt gjunat njeri, domethënë. Por këto gjëra janë të lira që njeriu t'ia drejton Allahut, krijuesit qiejve dhe tokës, dhe këtë gjë nuk ka nevojë për ndërmjetësues, e vetmja është të beson Allahun, të zbaton urdhat e tij dhe të drejtohet atij me lutje dhe kërkim falje, do t'i gjen të gjitha këto përgjigje prej Allahut direkt pa nevojë të ndërmjetësimit. Ulemat dhe dietarët dhe pejgamberët para tyre, të vetmin rol që kanë pas ka qenë sqarimi i të vërtetave që i ka shpall Allahu Dhul Xhelal njerëzimit. Edhe ulemat vazhdojnë të japin sqarimin, kurse askush prej dietarëve nuk i takon që të thret të bëhen ndërmjetësues mes njeriu dhe krijuesit të vet, por i thrasim njerëzit që të njohin Allahun, krijuesin e qiejve dhe tokës,
të mësojnë mësimet dhe porositë e tija, të zbatojnë ato dhe çdo gjë që kanë nevojë të drejtojnë dhe adresojnë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Këtë gjë shumë bukur në Kur'an e ka treguar Allahu kur ka thonë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Njerëzit dhe gjinat që kanë krijuar për asnjë qëllim tjetër vetëm se Allahun të adhurojnë. Shikoni, krijimi i qiejve dhe tokës, i e gjinave dhe njerëzve është për vetëm qëllim vetëm Allahu të adhurohet, ai të njihet, ai të madhërohet, atij ti për ulemi, atij ti për kushtohemi, prej tij faljen dhe ndihmën ta kërkojmë dhe atij të gjitha nevojat e tona t'i adresojmë dhe padyshim se kjo do të na sjellë mirëqenie shpirtërore, rahati dhe stabilitet psiqik, të cilin e synojnë shumë njerëz, por nuk mund ta gjejnë. Normalisht çështja e monoteizmit është çështje e madhe dhe ka nevojë shumë kohë për të sqaruar, po mjafton sikur se tham xiza për t'i pas parasysh. E dyta, bëri barazimin e njerëzve, feja islame prej vlerave të veta që ka, është barazia mes njerëzve. Nuk bën dallime mes popujve dhe nuk bën dallime mes shtresave dhe kasteve dhe klaneve të caktuar. Na jemi dëshmitar se shpesh herë shumë njerëz janë viktim i dallimeve racore, i dallimeve nacionale, i dallimeve politike, madje i dallimeve pushtetare, edhe i dallimeve kastore apo të shtresave të caktuara të shoqërisë. Dhe në Islam nuk ka dallim. Nuk mund të jetë më i mirë arabi musliman se shqiptari musliman, apo arabi mëkatar se shqiptari musliman. Por kundrazi, të gjithë na jemi të barabartë te Allahu Dhu Xhelal, e vetmja gjë dhe vepër që mund të bën dallimin e njerëzve janë veprat e mira që bëjnë ata. Devotshmëria e tyre dhe frika për të madhit Allah. Thot Allahu Dhu Xhelal në Kur'an: "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." O ju njerëz, ju kanë krijuar nga një mashkull dhe nga një femër dhe ju kanë bërë në popull dhe fise që të njiheni mes vete, që të njiheni mes vete dhe më i ndershmi prej jush te Allahu është ai që është më i devotshëm. Pra kjo është synimi i njeriut që të arrijë gradat e larta të devotshmërisë dhe me këtë t'i afrohet Allahut e devotshmërinë e arrin duke i shërbi popullit dhe vendit të vet ku ai gjendet, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Khairukum anfa'ukum lin-nas", më i miri prej jush është ai që më së shumti u bën dobi njerëzve. Andaj gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "O njerëz, largoni ignorancën prej jush. Nuk mos u lavdroni me prindërit dhe popujt tuaj, se nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit, mes bardhit edhe ziut, se gjithë jeni të Ademit, e Ademi u krijua nga dheu, andaj do nuk ka dallim mes njerëzve përpos se me devotshmëri." Vlera e tretë me të cilën dallohet dhe është prej mirësive të Islamit, se Islami urdhëron solidarizimin mes njerëzve dhe kujdesin për njëri tjetrin, e sulmon me të madhe egoizmin, vetjaksin dhe kooperacinë, dhe kërkon që muslimani të jetë në shërbim të vllaut të tij musliman, të ndihmon kur ka nevojë, të jetë me te kur ka telashe dhe vështirësi dhe ka ngushtica. Andaj të gjithë na e dim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur thotë: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair." Nuk mund të jetë besimtar i vërtet ai që nuk ja don vllaut të vet atë që don vetvetes. Shikoni, deri në çfarë grada insiston Islami që të kujdesemi për njëri tjetrin dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Shembulli besimtarëve në solidaritetin mes tyre dhe dashurinë reciproke që kanë është shembulli një trupit, nëse i rënkon një organ në trupin e tij apo një gjymtyr në trupin e tij, i tërë trupi i tij mbetet me dhimbje dhe pagjumësi." Dhe kështu që edhe ne si besimtar të këtij qytetit dhe këtij vendit, nëse ndodh që dikush në mesin ton ka telashe, ka krize, ka probleme, duhet t'i ndalim në ndihmë, duhet t'ia çajmë hallin, duhet t'ia ofrojmë ndihmën tonë, spaku këshillat tona kështu me radhë, që të ndihemi si një trup, e të ndihemi si një popull, e të kemi solidaritet mes nesh, e kujdesi, e ndihmë e kështu me radhë. Gjithashtu, prej të mirave që i ka Islami dhe na mëson në to, është kujdesi dhe bamirësia ndaj prindërve. Majnë e men, është një veçori e madhe në cilën na mëson kjo fe. Andaj duke qenë i pranishëm ky rregull në mesin e popullit ton, në mesin e muslimanëve të popullit ton, andaj s'ka qenë e njohur azili për pleqë të popullit jon. Në ato momente kur u largua ky parim nga jeta jon,
Atëherë kur na e larguam Kur'anin dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u shpik azili i pleqve edhe njerëzit në mungesë të diturive fetare dhe frikës nga i madhi Zot, dhe në mungesë të dëshirës për fitu shpërblime, kur mërzitën nga baba dhe nana i qenë në azilin e pleqve. Mirë, po kjo për muslimanin nuk ndodh. Kjo të muslimanin nuk ndodh se prindin e ka detyrë dhe obligim të kujdeset për te për një herë pas adhurimit të Allahu dhul Xhelal. Këtë na shkron shumë bukur Allahu në Kur'an dhe thot: "Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Allahu ka përcaktuar që vetëm Allahun të adhuroni dhe më njëherë pas kësaj ndaj prindërve të jeni bamirës. Andaj ndalu ti o i ri, ndalu dhe ti o i ere, ndaluni o musliman dhe logjikoni ku ka kësi parime të përkujdesin ndaj prindërve, që u jep kësi rëndësie të madhe dhe prioriteti që vjen më njëherë pas adhurimit të Allahu. A dini pse? Sepse nëse Allahu është ai që krijoi qiejt dhe tokën në mënyrë absolute me urdhin e tij, më njëherë pas tij sebeb i ekzistimit tënd janë prindërt e tu, nana dhe baba jote. Andaj për këtë shkak ti nuk mundesh me qenë gjallë, edhe me fitu dituri, edhe me fitu pasuri, edhe me fitu pushtet, po të mos ishte nana dhe baba it. Ata ishin sebeb i ekzistimit tanë pas caktimit të Allahu dhul Xhelal, dhe të gjitha të mira që ti i ke fitu pas dhuntive të Allahut dhe lejes prej tij, vijnë sebeb që ata u bën sebeb me lind ti edhe me dalë në dunjë. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Rida Allah fi rida al-walidain." Kënaqësia e Allahut fitohet duke fituar kënaqësinë e prindërve. Ku e keni këtë vlerë? Kush e respekton sot këtë vlerë, sikur se respekton muslimani? E kemi një shembull bashkëkohor të një prej dietarëve të mëdhtë të botës islame, që jeton në Medinën e ndriçuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në Arabinë Saudite, dietar me famë. Ai nuk lëviz nga shtëpia e tij pa marrë leje nga nana e vet. Edhe pse ai ka nevojë të lëviz për shkak të detyra dhe angazhimeve që ka, mirë po nga respekti i madh që ka nga nana e vet, nuk bën asnjë hap pa marrë leje pe nanës së tij. Kush e mësoi këtë gjë? Kush na mësoi neve muslimanëve sidomos të kaluarën që të kujdeseshim për prindërit tanë përveç se Kur'ani dhe Suneti, përveç se mësimet e këtij Islamit. A dhe është vlerë e madhe që duhet ta respektojmë, duhet ta kultivojmë, duhet ta përhapim dhe duhet të përmirësojmë gjendjen tonë nëse ka ndodhur ndonjë devijim dhe ndryshim në raportet tona me prindërit tanë. Po të ishte njeriu i mençur, do të respektonte prindërit e vet edhe nga arsyet logjike, pa qenë argumentet fetare. Pse? Se sot ti babën tant e çon në azil, a thuvall, çka pret nezër për fëmijëve to? A nuk do të ndodhë e njëjta me ty? Andaj dietarët musliman kanë thonë, çdo vepër e mirë shpërblimin e ka në jetën pas vdekjes në ahiret, dhe çdo vepër e keqe dënimin dhe ndëshkimin e ka pas vdekjes dhe jetës së ahiretit, përpos bamirësisë ndaj prindërve dhe sjelljes së keqe ndaj prindërve. Andaj sjellja e mirë ndaj prindërve shpërblet që në dynjë, dhe sjellja e keqe ndaj prindërve dënohet dhe ndëshkohet që në dynjë. Është vlerë e madhe, cilën na mëson Islami dhe që na duhet ta thithim këtë vlerë dhe ta kultivojmë këtë vlerë dhe të japim shembuj të mëdha në kujdesin ton për familjet, për prindërit ton. Gjithashtu prej vlerave të Islamit të mëdha është kujdesi ndaj komshiut dhe mos dëmtimi i tij. Shikoni çka na thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë shumë më porosis ke Gjibrili për komshiun, sa që mendova se ai do të fillon të bëhet trashëgimtar në pasurinë time. Shikoni, Gjibrili a.s. me laqa ma e madhe, që ka qenë i obliguar të përhap bamirësinë më të madhe, bereqetin më të madhe, ajo është fjala e Zotit dhul Xhelal, dhe bereqeti i tij është gjigant dhe absolut. Ky melek kaq i madh kishte ardhur shumë herë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jepte porosin kujdes për komshiun, mos e dëmto komshiun, kujdesu për te. Tha as shumë më porosit ke për komshiun, të jem bamirës ndaj tij dhe i kujdesshëm ndaj tij, saqë mendova se të bëhet hisedar në trashëgimin time. Ku jemi na dhe ku janë raportet tona me komshit? Pa marrë parasysh a kemi komshit musliman apo jo musliman. Pa marrë parasysh a janë fetar apo s'janë fetar, e kemi detyrë dhe obligim të kujdesemi për ta. Të jemi bamirës ndaj tyre, të jemi sigurt, ata të jenë sigurt prej nesh, shtëpia e tyre të mbrohet prej nesh si shtëpia jonë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thonë: "Men yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah
kush beson në Allahun dhe ditën e mbrëmjes let kujdeset për komshiun e tij. Këto janë porositë e Islamit, ku e gjen një solidaritet më të madh se ky, ku e gjen një shoqëri homogjene, një shoqëri domethënë që ka kohabitacion, ka jetë përbashkëtë në vendin ku ai jeton, pa qenë këto mësime dhe porositë Kur'anit vesnik dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhë me këtë ka thonë, wallahi nuk është besimtar. Pasha Allahu nuk është besimtar. Pasha Allahu nuk është besimtar. Kush tha ja Rasulullah? Tha ai që nga sheri i tij nuk janë të sigurt komshit e tij. Daloni, o ju tri, daloni dhe mendoni këto porositë e Islamit dhe krahasoni me cilin do fe dhe me cilin do ideologji. Dhe shifni se ku janë këto mësime, ku janë këto porosi dhe çka kemi na për parësi ndaj tjerëve që fatkeqësisht nuk e shfryzojmë këtë rast për t'i promovuar këto vlera dhe për t'i hapur në mesin e njerëzimit në përgjithësi. Për vlerave të Islamit është nxitja në qëndrime aktive të shoqërisë karshi fenomeneve destruktive dhe negative që ndodhin. Islami na mëson që mos rrim duar kryq ndaj degenerimit të popullit tonë, ndaj qëndrimeve destruktive të bijve dhe bijave tona, por na mëson të ndërmarrim aksione pozitive, aksione të qeta, aksione që do të bëjnë pengimin e ndryshimit negativ dhe zhvillimin pozitiv të një popullit dhe të një vendit. Andaj na mëson Islami parimin e udhërimit në të mirë dhe ndalimin nga e keqja, që na tregon me shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot shembulli atyve që urdhnojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, shembulli atyre njerëzve që kanë hyrë në një anije, anija shumë katëshe, e ata që janë poshtë në barkun e anijes, kur kishin nevojë të marrin ujë hipnin lart dhe merrnin ujin pas të zbritin poshtë. E kjo ndodhi disa herë saqë dikujt prej tyre që ishte poshtë i shkoi ndërmend dhe tha: na jemi më afër ujit, mes nesh dhe ujit është vetëm një dras, t'i bëjmë të ovrima në fundin e anijes e të marrim ujin e mos t'i pengojmë ata që janë lart. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata që janë lart, po t'i lenin këta që janë poshtë, t'i bën ato vrima, do të shkatërrohen edhe ata që janë lart, edhe këta që janë poshtë. Andaj mbetet detyrë dhe obligim i muslimanit kur ta shef një të keqe ta ndron me dorë nëse ka mundësi. Po s'ka mundësi atëherë me gojë, po s'ka mundësi atëherë me zemër, e kjo është imani më i dobët. Do thot minimumi që kërkohet prej muslimanit dhe besimtarit është kur shef një fenomen negativ dhe një situatë destruktive të reagon spaku me mendje dhe zemrën e tij, apo me lapsin e tij dhe tregon se kjo është e keqe dhe na nuk pranojmë që kjo e keqe të bëhet dukuri dhe të bëhet domosdoshmë e përhapur në bijt edhe bijat tona. Gjithashtu, prej vlerave të Islamit është se Islami e shiroi njeriu nga ndikimi i magjive dhe magjistarëve dhe marrja e mendjeve të tyre. Ne jemi dëshmitar të rasteve të shumta ku njerëzit për hallet e tyre që kanë, vështirësitë dhe të lashet, dëshira për ta njohur të ardhmen, dëshira për të njohur të panjohurun, shkojnë te magjistarët e ndryshëm dhe mendojnë se duke shkuar te ata do të mësojnë të fshehtën dhe të ardhmen dhe të panjohurun, dhe do të bëhen njerëz që do të dinë se si duhet të veprojnë dhe ku duhet të shkojnë. Sidomos të rinjt dhe të rejat, duke kërkuar fatin e tyre të jetës, ardhmërinë e jetës bashkëtorë, mundohen që nëpërmes magjistarëve dhe astrologëve dhe astrologjisë të gjejnë të ardhmen e tyre duke lexuar nëpër horoskope dhe gjëra të ngjashme me këto, e ata dominojnë mendjen e njeriu dhe tallen me lirinë dhe mençurinë e njeriu. Dhe kjo padyshim është një gjë e negative dhe një gjë e ulët të cilën besimtari nuk e bën dhe ruhet prej saj, dhe normalisht mënyra më e mirë për të ruajtur nga tallja e magjistarëve me mendjen dhe inteligjencën tonë është besimi në Allahun, leximi i librit të tij dhe mësimi i porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej vlerave të mëdha të Islamit është kujdesi i madh që i ka dhënë Islami madje edhe kafshëve, edhe natyrës. Mos flasim për njeriu. Sot na dalin neve shoqata dhe flasim për kujdesin për kafshën, flasim për ekologjinë dhe kujdesin për ambientin. Ju themi këtyre njerëzve: o ju njerëz, pse nuk shfletoni Kur'anin dhe pse nuk shfletoni porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të shihni se shumë shekuj para jush kjo fe i ka nxit njerëzit që të kujdesen për ambientin dhe të kujdesen për kafshë. E mos flasim për njeriu. E mos flasim për njeriu që është krijesa më e ngritur, më e dalluar dhe më e veçuar, të cilën e ka krijuar Allahu dhul xhelal. Shikoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
me kujdesin për ambientin që ka na thot në hadithin që transmeton Imam Buhari ose Sahihun e tij, thot nëse dikush për juve ka në dorën e tij një fidan dhe është duke ndodh kiameti, është duke u shkatruar gjithësia, le ta mbjell atë fidan dhe mos ta lën pa mbjell. Do thot edhe në momentet më të vështira të jetës tone, kur ti je duke pa katastrofën, kataklizmën, kiametin, shkatrimin e qive dhe tokës, ti bën e gjestin tanë, bën hapin tanë, mbjellë fidanin. Pra mos rri indiferent. Andaj ku është ky hadith me veprimet e bijve dhe bijave tona që ja bëjnë maleve tona, që i sharojnë drujt pa ku një farë rregulli dhe pa ku një farë kujdesi. Andaj e kundërta është mësim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të pyllëzojmë malet, që të mbjellim fidane, e të mbjellim pemë, e të kemi hajër dhe bereqet për saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, çdo kush që mbjell ndonjë pemë apo mbjell ndonjë bereqet, fiton për atij bereqetit çdo kafshë që han, apo çdo bubreth që han, apo çdo njeri që han për saj. Shikoni, na motivon Islami që të kujdesim për natyrën, e ta pyllëzojmë malin, e të mbushim fushën me bereqet, se çdo njeri që han për atij bereqetit të shënohet sevap, shpërblim, madje edhe kafshët, madje edhe insektet, madje edhe shpensë që hanë për tyre, shpërblehesh nga Allahu subhanahu wa taala. Ku i ki këto vlera? Ku i ki këto mirësi përpose në mësimet e Kur'anit dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Kujdesi për kafshën, që sot na dalin organizata të ndryshme, edhe na flasin për drejtat e kafshëve, ata vrasin popull edhe njerëz me bomba atomike edhe me bomba të mëdha. Dyftërsi e madhe që e shohim të gjithë, mirë po mundohet na imponojnë si vlerë. Shikoni se çka na mëson Islami. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të hyjë në zjarr të xhehenemit një grua e cila e kishte mbyllur një mas në shtëpi, as nuk e lironte që ajo të hante vet, e as nuk i jepte ushqim asaj. Allahu akbar. Shikoni deri ku shkon mësimet e Islamit. E korrigjojnë një qëndrim negativ të një gruas e cila e kishte mbyllur macën në shtëpi, nuk i jepte ushqim e as nuk e lironte të del nga shtëpia për të hangur ushqimin vet. Edhe kjo grua do të dënohet dhe ndeshkohet tek Allahu Xhelal për mos kujdesin e saj për këtë macë. E paramendoni nëse një popull apo nëse një kryetar e burgos këtë popullin e tij dhe nuk jep ushqim, as popullit as nuk lejon t'i vën ushqimin nga jashtë. Padyshim se kësi raste ka ndodhur ku kryetarët e shteteve të caktuara kanë bllokuar popullin e vet, e as i kanë dhënë ushqim të mjaftueshëm, e as që kanë lënë të lirë që ai vetë ta siguron ushqimin e vet. Andaj kjo është porosi e madhe që na tregon çfarë kujdesi duhet të kemi për kafshët. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon në hadithin tjetër, një hadith gjigant madhështor, se një njeriu me mëkate të mëdha mund t'i falen mëkatet për shkak të kujdesit të saj apo ti për një kafshë pe kafshëve që ka kriju Allahu dhul xhelal. Më tregon Imam Muslimi sa e tij, thot një grua lavire, një grua prostitut, e njohur për këtë punë, duke kaluar rrugës së saj, erdhte një bunar të një pus për të pi ujë, dhe për rreth pusit e pa një qen, të cilit i kishte dalë gjua jashtë nga etja. Ajo u fut në bunar, e mbushi këpucën e saj me ujë, dhe u ngjit lart bunarit dhe i dha ujë qenit me këpucën e saj. Tha, e falëndoj Allahu këtë grua dhe ja fali mëkatet e saj. Shikoni çfarë niveli të ulët të veprimtarisë ka pas ajo në jetën e saj. Për x arsye dhe shkaqe. Mirë po bamirësia dhe kujdesi i saj për një qen që ishte i etur dhe ai nuk mund të futej në postë bunar për të pi ujë, u bë shkak dhe sebeb për t'ia fal Allahu gjunahat asaj. Ku i gjeni këto mësime të nderuar vëllezër? Ku i gjeni këto udhëzime përveç se në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Gjithashtu, për mësime dhe vlerave të Islamit është se e ndalon njeriu të gënjen dhe të tradhton dhe të mashtron. Nuk mund të jetë muslimani tradhtar, e as mashtrues, e as gënjeshtar. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte el mu'minu la yakdhib. Besimtari nuk gënjen edhe nëse është ngusht, edhe nëse është gjendje e vështirë, nuk gënjen. Andaj kujdes secili prej nesh, mos gënjen as shaka e as për një me, as kur ka nevojë të madhe e as kur s'ka nevojë. Nuk është shprehi dhe edukat e besimtarit musliman të gënjen.
Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë el mu'minu la yakdhib, besimtari nuk gënjen. Andaj tradhtia dhe mashtrimi gjithashtu nuk janë cilësi të besimtarëve. Allahu dhul xhelal i mëson besimtarët ufu bil uqudi, përmbushni marrëveshjet dhe kontraktet dhe mos tradhtoni. La takhunu Allaha wa rasula wa la takhunu amanatikum, mos tradhtoni Allahun dhe pejgamberin e tij dhe mos tradhtoni amanetet që keni marrë përsipër. Andaj është mësim kategorik i Islamit, i Kur'anit dhe Sunetit, të qemi ata që i përmbahen marrëveshjeve, nuk i tradhtojnë ato, nuk gënjejnë dhe nuk mashtrojnë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë gjithashtu la takhun men khanake, mos e tradhto atë që të ka tradhtu ti dhe siguroja amanetin atij që të ka lënë diçka në amanet. Dhe gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men ghashana laysa minna, ai që na mashtron nuk është prej nesh. Gjithashtu prej mësimeve dhe vlerave të Islamit është kujdesi për afërsinë e njerëzve njëri me tjetrin, për bashkimin e zemrave dhe mendjeve, me vepra solidare, humane, duke i urdhëruar besimtarët të japin sadaka, kujdesin për farefisin, t'i buzëqeshin njëri tjetrin në fytyrën e tij. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, besimtari për besimtarin është i afërt me të dhe i lidhur për të, sikurse tullat që vendohen njëra në tjetrën dhe e ndërtojnë shtëpinë dhe godinën. Ashtu që kur takohet besimtari me vëllain të tij, besimtari i buzëqesh, kujdeset për farefisin dhe akraban dhe familjen e tij, dhe ai që kujdeset për të, Allahu shtron rahmetin e tij mbi të. Dhe kujdesi ekonomik gjithashtu që musliman ndihen si një vëllazëri të afërt me dashuri dhe respekt për njëri tjetrin. Gjithashtu Islami na mëson që edhe bukurisë t'i japim rëndësi, mos ta lëm pas dore, se inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah është i bukur dhe të bukurën e don. Andaj një ashab kur ndonjë këtë hadith, tha ja Rasulullah, unë dëshiroj të stolisem, të dukem i bukur, i pashëm, a është kjo mendje madhësi? Tha nuk është kjo mendje madhësi, se Allahu dën të shef gjurmët e begative të tija tek ti, por mendje madhësia është refuzimi të vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve. Gjithashtu Islami na mëson të jemi të matur, mos ta teprojmë në asgjë. Islami na mëson mos ta teprojmë në fe, e mos flasim në hajë dhe në pije, e në gjëra tjera nga jeta jonë sociale. Andaj na mëson Allahu në Kur'an dhe thotë wala tusrifu, mos harxhoni tepër sa s'keni nevojë, innahu la yuhibbul musrifin, sa Allahu nuk i don ata që e teprojnë. Dhe thotë wala tubadhiru tabdhira, fa innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, dhe mos harxhoni pa mas dhe për kot, sepse ata që harxhojnë pa mas dhe kot janë vëllezërit e djajve dhe shejtanave. Pra këto janë disa prej mësimeve dhe porosive që na mëson Kur'ani fisnik dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk janë të vetmet, nëse ndalemi dhe analizojmë, do të shohim se Islami na mëson parimet kryesore në raportet tona me krijuesin ton, parimet kryesore në raportin ton me shoqërinë ku jetojmë dhe parimet kryesore në raportin ton me vetveten ton, dhe kështu në këtë formë bëhemi besimtar të devotshëm dhe të dobishëm kudo që gjendemi dhe kudo që jemi, konform lutjes që kishte bërë Isa alayhis salam. Pejgamberi i Allahut dhe i zgjedhuni prej tij, kur kishte lindur kishte thonë Allahumma ij'alni mubarakan haythu ma kunt, o Zot bënëm të bekuar kudo që jam. Kështu është besimtari i bekuar kudo që është dhe shon bereqetin e vet dhe kontributin e tij kudo që është dhe kudo që gjendet. Elusim Allahun dhul xhelal të kuptojmë të gjëra mirë dhe të bëhemi promovues të tyre, dhe të ndihemi krenar me këtë fe dhe të mira që na sjell kjo fe, se kështu kena mundësi me ndihmu, me kontribu për me rujt këtë popull nga çdo shkatrim dhe dëgjerim. Elusim Allahut në ebdite të dobishme dhe vepra të mira, në khejr dhe bereqet në dunjë në ahiret. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima.